Një konflikt i shoqëruar me të shtëna me armëzjarri ka ndodhur një ditë më parë në Durrës, ku mes personave të përfshirë rezultonte dhe Denis Stafili, një emër i njohur për drejtësinë dhe i shpadhur në kërkim nga SPAK. Sipas policisë së Durrësit, sherri nisi për motive të dobta dhe gjatë përplasjes shtetasi Gjuzi u godit me sende të forta. Dyshohet me qytën e një pistolete nga Denis Stafili dhe një 27 vjeçar me inicialet GM, të dy banues në Shkallnur. Pas ngjarjes ata u larguan me automjet, ndërsa pavarësisht postobllojsheve të ngritura nga policia, ende nuk janë lokalizuar. Në këtë konflikt është përfshirë dhe një punonjës policie. Inspektori me inicialet LG, i cili është shoqëruar dhe ndaj tij ka nisur veprimet procedurale nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore për të sqaruar rolin që ka patur në ngjarje. Burimet pranë hetimeve bëjnë me dije se Denis Stafili dyshohet të ketë ndërhyrë në konflikt në mbështetje të efektivit të policisë, çka po verifikohet nga grupi hetimor. Emri i Stafilit është i njohur për organet e drejtësisë. Në muajin maj të këtij viti, prokuria e posaçme mbylli hetimet ndaj grupit kriminal të Elvis Doçit, ku Stafili akuzohet si pjesë e organizatës kriminale të goditur në operacionin ndërkombëtar URA, të zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet italiane. Në atë operacion u procedua 24 persona për trafik ndërkombëtar kokaine, grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash. Gjatë aksionit u sekuestruan rreth 4 milion euro cash dhe pasurime vlerën rreth 12 milion euro, ndërsa u vendos sekuestro mbi kompani ndërtimi, restorante, një agjenci imobiliare, një televizion lokal dhe 10 prona e llogari bankare në Shqipëri dhe Itali. Ndërkohë, hetimi për konfliktin e ndodhur në Durrës vijon, ndërsa policia është në kërkim të Denis Stafilit dhe 27 vjeçari tjetër të përfshirë në ngjarje.